Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për marrëveshjen trilaterale Kosovë-Shqipëri, Kroaci, pra mund ta cilësojmë ndoshta një pakt ushtarak, një marrëveshje ushtarake, a përfaqëson apo jo këtë paktin ushtarak dhe apo bëhet kjo kundër Serbisë? Për këtë dhe çfarë përfaqëson do të flasim me generalin shqiptar në Kroaci, por dhe të UÇK-s, zotin Esat Çollaku. Zoti Çollaku, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën, edhe si që keni parë, kjo ka marrë jehon bukur si të madhe në Ballkan dhe në Evropë, po megjithatë ja vlen të përshëndetet. Zoti Çollaku, a është kjo një NATO e vogël apo nuk e ka nenin 5 brenda? Jo, tani dy shtetet, Shqipëria dhe Kroacia, siç e di mirë, janë anëtarë të plota të NATO-s. Kroacia është anëtare e Bashkimit Evropian dhe të gjitha ato që i ka të nënshkruara mbi bazën e partneritetit me shtetet e tjera. Natyrisht që kjo marrëveshje mes Kosovës, Shqipërisë është punuar një kohë të gjatë, sepse në këto në marrëveshjen e parë pothuajse ka tri pika shumë të domosdoshme si fillestare sidomos për Kosovën. Natyrisht që me këtë marrëveshje Kosova, duke pas parasysh që është jashtë anëtarësimit të NATO-s, me një farë fjale nga mrapa, si të thuash, nga dyert e mrapme, po kërkon në hyrje në NATO. Dhe natyrisht me një partneritet si që kemi Shqipërinë, tani edhe Kroacinë, që Kroacia dhe njihet si një lobuse më e mëdha që e kemi në botë, është shteti kroat, edhe natyrisht që ka ardhur deri te përpilimi i kësaj nevoje, kësaj kontrate, përpilimi i kësaj kontrate sipas nevojave që kanë këto shtetet tona. Duke pas parasysh që shtetet në të kaluarën Kosova edhe Kroacia kanë pas një luftë me Serbinë, ku e di mirë që Serbia i ka nxitur të gjitha luftat në ish territorin e Ballkanit, apo pikërisht të thuhemi në ish Federatën Jugosllave, nga Slovenia deri në Kosovë. Po megjithatë, kjo që është marrëveshje e cila vlen të përshëndetet dhe është një prej marrëveshjeve të para që Kosova ka faktikisht me shtetet anëtare të NATO-s, edhe kjo do të ndihmojë Kosovës në çdo fushë, sidomos në fushën e doktrinës shkollimit studentave apo oficerëve dhe non-oficerëve dhe ushtarakëve të tjerë në shtetin kroat, kur Kroacia ka një background të ngritur në akademisë ushtarake, ku në vazhdimsi ajo vetëm ka shkuar duke ngritur kapacitetet e veta, çka sot edhe është si udhëheqje regionale lidhje me Universitetin Ushtarak që ka në Zagreb. E dyta është marrëveshja e cila parashe zhërimin e fushës ekonomike, pikërisht prodhimit pajisjeve ushtarake të mos të nevojshme, sepse janë shpenzuese të mëdha ushtrit kur flasmi për gjitha pajisjet veshmbathje dhe pajisjet e tjera që mos të nevojshme. Edhe natyrisht që aty përvlitet edhe për një bashkëpunim të ngjeshur lidhje me një fabrikë të mundshme të municionit që do të ndërtohet në të ardhmen në Kosovë, sepse edhe Kosova ka mos të nevojshme që mos të jetë mbarur gjithmonë nga partnerët e vet dhe nga importimi i gjëra të tilla, se paktu çdo shtet duhet të ketë 35% të prodhimeve të veta për nevojat e ushtrisë dhe policisë çdo shtet. Dhe në këtë kontekst, natyrisht edhe Kosova e sheh veten duke hecur me hapa si Kroacia. Edhe ajo e treta që pak flitet, po megjithatë është shumë e rëndësishme, flitem për poligonet e ushtarak. Poligonet e cilat i posedon ushtria kroate janë poligonet më të mira në Evropë, sepse i ka trashëguar nga ish armata popullore e Jugosllavisë, natyrisht që tani ka avancuar dhe ka modernizuar në çdo fushë. Kur themi në çdo fushë, atëherë duhet të potencohet saktësisht lufta moderne. Kur tham lufta moderne, disa njerëz duket të çuditshme megjithatë avancimi i teknologjisë së madhe që ka ndodhur pikërisht në këto 10 vjet të fundit, sidomos lufta me drona, si e dim ne,
kemi mëse nevojë që të kemi pilotët toksor. Nuk ka nevojë për pilota për aviacion luftarak, edhe me gjatë pse Kroacia ka një aviacion shumë të mirë, shumë të nënshkruar me Francën, ku faktikisht e ka renovuar parkun e vetë aeroplanëve me 2 eskadrila, me 12 aeroplane më të përsosur dhe më të mirë që ka sot teknologjia e re. Megjithatë, çdo shtet është duke ngritur kapacitetin e vet, sidomos në luftën me dronave bombarduese dhe dronat e vet sulmues apo kamikaze i quajmë ne. Dhe gjitha këto me Kroacinë besoj që do ta ketë Kosova dhe Shqipëria një interes të veçantë, ku besojmë që në të ardhmen do të ketë edhe stërvitje të përbashkëta, çka edhe drejt për drejt i dërgohet Beogradit një mesazh, sepse Beogradi është i vetmi shtet, apo Serbia, ta thojmë me plot gojë, Serbia është i vetmi shtet që ka pretendime territoriale ndaj çdo shteti, dhe nga Bosnia e Hercegovina. Unë nuk e di sa keni informata dhe sa keni pas informata lidhe me këtë marrëveshje, që kanë bërë këto 3 shtete tani, po megjithatë më herët ka qenë involvuar dhe Malizi. Fatkeqësisht për shkak ndodhjes apo ndrimit politikës, kohës politikës së shtetit të Malit të Zi, natyrisht që Malizi e ka lënë vetën anash, jo nga miq që supozohen që momentalisht po, jemi aleat, po megjithatë kohja politike dhe strategjia e Malit të Zi nuk e ka gjetë vetëm në të shteteve. Ajo që mu me brengos faktikisht është Bosnia e Hercegovina, jo pse kemi frikë që mund të ndodhë sporadikisht në ndonjë incident, po megjithatë nuk besoj që do të ketë për masa të lufte në Bosnia e Hercegovinë, po megjithatë mundësitë kushtetuese që ka Bosnia e Hercegovina është për të mjeruar, sepse Bosnia e Hercegovina nuk ka mundësi, siç e dini vetë, të nënshkruajë një marrëveshje, sepse i duhet të 3 nënshkrimet e 3 precedenteve, nëse dikush nga ata e bën një veto, atëherë marrëveshjet ngelin aty ku si janë. Shpjegimi kryesor i këtyre rrethonave në Ballkan natyrisht që kanë një mesazh të qartë ndaj Serbisë, sepse shtetet e Kosovës, shteti i Shqipërisë dhe shteti i Kroacisë janë shtete mike dhe natyrisht që kemi një të kaluara shumë të hidhur, sidomos me Serbinë dhe këto gjitha janë elemente parandaluese eventualisht nga një sulm i mundshëm nga shteti i fshinjtë që është Serbia. Zoti Çollaku, për ta kuptuar edhe më thjesht, nëse do marrë një situatë hipotetike, qoftë larg një sulm të Serbisë në Kosovë, kjo marrëveshje parashikon ndoshta që të ndërhyjë Kroacia në mbrojtje, se për Shqipërinë normalisht. Jo, tani në këtë marrëveshje nuk është e parapane kjo, po unë besoj që shumë shpejt do të pasojnë edhe marrëveshje të tilla, sepse duhet të fillohet dikon. Thamë të drejtën, duhet vetëm të thojmë të realitetin se çfarë ka ndodhur. O shprit një kohë gjatë, edhe pse ka qenë në bashkëpunim të plot me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një marrëveshje e tillë, edhe më zhënuar se kjo tani, po megjithatë është shpritur drita e gjelbërt pikërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, natyrisht me ndryrimin e politikave në Amerikë, ose supozuar që do të ketë kohë tjetër, qëndrim tjetër. Unë nuk e besoj asnjëherë që lidhje me Kosovën në Amerikë do të ketë një qëndrim tjetër apo eventualisht të ndodhë ndonjë tërheqje nga Kosova, sepse vetë interesi amerikan është që të qëndrojë në Kosovë, e di mirë arsyeën pse, sepse lëvizja serbe drejt Rusisë dhe Kinës dhe politiket që i bën në afatgjatësi të gjatë Serbia me ndikim që për të shoqëruar mos të armiqësohet me Rusinë, duke pretenduar që atje ka edhe vendin e vet ku duhet në të ardhmen me një farë forme edhe të mbështetet, e ka lënë Serbinë që të jetë një farë forme në kontekst armiqësor me çdo shtet të Evropës edhe të Amerikës, dhe potencialisht Amerika e sheh Serbinë si një vegël, një dorë zgjatën e Rusisë, edhe natyrisht që largimi i Amerikës nga Kosova faktikisht në këtë drejtim do të pësonte më shumë të politika amerikane se ajo e Kosovës.
duke pas parasysh se marrëveshja apo kontrata që është me KFOR-in, edhe KFOR-i e ka të drejtën autoritative që ta mbrojë Kosovën derisa e ka këtë rezolut akoma në fuqi. Zoti Çollaku, nga Ballkani i hapur, tani Ballkani u mbyll dhe Serbia e alarmuar e shikon veten ndoshta në çark. Sepse nëse futet te Bullgaria, është e rrethuar. Me vjen keq, por unë kam studiuar mirë Ballkanin e hapur. Unë kam pas gjithmonë jo frikë nga ekonomia, se nga ekonomia kanë të gjitha shtetet e dobi, po duke pas parasysh se qëndrueshmëria ekonomike e Serbisë në krahasim me qëndrueshmërinë ekonomike shqiptare, maqedone, malazeze dhe kosovare në këtë drejtim, ka qenë një qike përveçen i dyshim dhe skeptik. Arsyeja kryesore ka qenë se është i shtet më i madh se gjitha këto shtetet në rajon, natyrisht që kishte interesin e vet, sepse do ta gëlltitni në një farë forme me ekonominë, sepse ekonomia serbe ishte më e avancuar se çdo ekonomi tonë në treg, edhe kjo do t'i konvenonte drejt për drejt Serbisë. Megjithatë ajo jep të mbetet ne studiuesit apo një analizat nga ekonomia. Ajo mu që me ka brengos gjithmonë faktikisht lidhje me Ballkanin e hapur, ka qenë ndikimi edhe dora zgjatur në ruse dhe kineze drejt për drejt me mjes Serbisë në këto shtetet tona, dhe kjo frikë jemja që në geopolitikën apo në diplomacinë miqve tanë do të ishte një shikim këtë në diapazon të ndryshëm me ato që duhet ta ketë qasin Kosova dhe Shqipëria, dhe me thonë gjithmonë duhet nga aleatet tonë, miqtë tonë të kërkojmë një farë forme këshillet e tynëve se çfarë çysh duhet të veprojmë, sepse mos të harrojmë qëllimi kryesor i Serbisë ka qenë involvimi rus brenda territorit të Malit të Zi. Dhe ajo që ne dhe analistët tanë nuk jenë duke e parë nga afër, është pikërisht duke e referuar çfarë është ndodhur në Maqedoni. Në heshtje, faktikisht edhe pse problemet shumë të mëdha i ka Serbia për momente, siç e dini dhe vetë, e dini gjithë bota, se çfarë është ndodhur në Serbi, edhe pse po mendojnë serbët që akoma në sikurkohën e Miloševićit ti parandalojnë gjitha mediat për treguar realitetin se çfarë lëvizje e re është brenda Serbisë, po ajo që është më të vërtet për t'i hapur syt është ajo që të ndodh në Maqedoni. Faktikisht është të ndodh një pushtim i heshtur nga Serbia dhe të Maqedonisë, duke qasur një qasje që partneritet në ekonomi, lidhje fuqiqi, lidhje e rrugëve dhe gjitha ato mjetëve komunikative që i ka Serbia duke i ndihmuar me Maqedonisë, por në këtë rast faktikisht Rusia është drejt për drejt e involvuar në këto qasje jo të mira për Evropën dhe për Ballkanin, sepse ndikimi rus ka mundësi që aty ku nuk ka gjetë vendin e vet të ndikon në pikërisht në Maqedoni. Dhe kjo duhet të shikohet. Po ato që duhet ta them edhe një informat që ndoshta për ju do të jetë informat ekskluzive, dhe besoj që do të jetë ekskluzive, që unë duhet të ataqoj një mesazh drejt për drejt instituteve të Kosovës, sidomos ato të mbrojtjes dhe të sigurisë, që kemi marrë një informacion shumë të çuditur, që faktikisht në konviktet apo në banesat e studentëve në Maqedoninë, në Mitrovicën e Veriut, aty pothuajse se janë 250 pjesëtarë të gjendarmerisë serbe me dokumentat e falsifikuara, me indekse studentëve të vendosur në Kosovë, dhe ajo që duhet të parandalohet sa më shpejtësi, sa më të madhe, policia dhe gjitha organet në Kosovë që mirën me sigurinë e saj, sikur AKI-ja duhet të di që brenda konvikteve në territorin e Kosovës gjenden një pjesë e madhe e gjendarmerisë të në piktin e studentëve. 250 antarë gjandar serb janë në konviktet e studentëve në Mitrovic, pra me dokumentat falsifikuara duke u kamufluar si student. Pikërisht, kjo informat e ka marrë para gjysore nga një mik i jemi, sepse shumicën e atynve njerëzve, kur shihet edhe si janë ndërtuar trupi atynve personave, faktikisht shihen që nuk kanë lidhje të bëjnë me vetë
fizionomia e tyre dukshme nga jashtë, e shihet që janë persona të përgatiten fizikisht jashtëzakonisht. Edhe ajo tjetra që është shumë e rëndësishme, që po hershmi, bartja municionit të rënd nga Serbia, nga brendësia e Serbisë drejt Rashkës, që bëbohet me mauna private, faktikisht edhe kjo është një informacion që brenda këtyre 10 ditëve janë bajt me qindra tona predha të artillerisë të rënd drejt Rashkës dhe drejt Novopazarit. Edhe cili është qëllimi i bartjes me makina civile, kur dihet mirë që ushtria e Serbisë jashtëzakonisht ka teknikë të mirë dhe të përsosur, pse pikërisht përdoren makina civile. Me gjitha këto që më thatë, marrëveshja normalisht del që është më domosdoshme, duhet ishte bërë më përpara. Por, zoti Çollaku, ju mendoni që Vučić mund të përgatisë diçka që për larguar vëmendjen nga ajo që po ndodh brenda, pra mundet kemi një sulm, aq më tepër që me atë që po ndodh mes Putinit e Trumpit? Unë nuk po paragjykoj. Po megjithato kur të vyjnë, kur i dëgjon këto lloj informatash, të lind dyshimi që Vučići don ta përqendroj vëmendjen ose eventualisht çdo konflikt që mund të ndodhë atje dikun, afër Rashkës apo në pjesën e veriore të Kosovës, me gjendjen kaotike që e ka në Beograd. Mos harrojmë para me datën ditën e shtunë, me datën 16, çfarë ndodhi në Serbi. Të merren që e përjetuan student bit e tyre, fëmijët e serbëve, jo popull tjerë, duke përdorur topin zanor, që është me konventet e drejtë të njeriut i papërdorshëm dhe nuk guxon të përdoret, sidomos në raste kur në këto demonstrata, sepse ajo pajisje është kryesisht armë ushtarake dhe fatkeqësisht këto duhet vetëm ta përqendrojmë vëmendjen në Ukrainë. Rusia ka përdorur topa të tillë edhe brenda territorit të Ukrainës, ku dihen saktësisht se shumë njerëz janë lënduar pikërisht nga ai top zanor, i cili njerëzve i ka humbë ndëgjimi për gjithë jetën dhe nuk janë më të aftë të zhvillojnë jetën e vet normale. Zoti Çollaku, në një rast eventual Shqipëria dhe Kosova sa mund t'i bënin ballë një sulmi nga Serbia të vetëm? Dëgjoni, duhet me folë gjithmonë kontekstin se çfarë sulmi mund të jetë. Kur flasmi për ushtrinë e Kosovës dhe Shqipërisë. Këtë çka të flasmi duhet të kemi vëmendje të plotë dhe duhet të jemi real. Kosova akoma nuk është e përgatitur për eventualisht një luftë të mundshme, luftë të madhe, në qoftë se ndodh një sulm i organizuar. Megjithatë, ushtria e Kosovës ka avancuar jashtëzakonisht shumë, edhe me trupat e vet, edhe me teknologjinë e vet. Po akoma ngjesmi në teknologji, sepse akoma jemi shumë të varfër nga mbrojtja kundërajrore, edhe natyrisht jemi të varfër shumë me artilleri të përsosur, të cilët e posedojnë shteti serb. Po megjithatë, unë besoj shumë në djemtë dhe bijat e Kosovës, edhe të Shqipërisë, natyrisht, edhe pse Shqipëria e ka një numër më të vogël të ushtrisë dhe është më pak e përgatitur, po megjithatë Shqipëria ka njësi shumë elite specializuara për luftë guerrille dhe luftë malore, që në krahasim me shtetin serb, natyrisht që jemi numër shumë më i vogël, po në qoftë se e shikojmë dhe terrenin e mundshëm, nuk ka avancim të shpejt drejt Kosovës asnjë ushtri e botës, me atë pak ushtri që ka Kosova dhe Shqipëria, besoj që do të del ballë çdo sulm eventual që mund të ndodhë në Kosovë. Zoti Çollaku, një hartë e re në Ballkan do ta shqetësonte përfundimisht apo mund ta çonte një luftë madhe, sepse zonat e influencës po ndahen, ndoshta Ballkanin SBA mund ta dorëzojë apo? Jo, nuk e besoj, sepse është interesi SBA-s, sepse i vjen nga mrapa, atëherë në qoftë se largohet. Në këtë drejtim e shohmë mirë edhe ndikimin e Turqisë drejt për Bosnës, po nuk është i paktëm edhe në Kosovë. Megjithatë, unë ato që po e tham nuk duhet të spekuloj, po e tham eventualisht ndoj sulm minimor, jo sulm të madh ushtarak drejt Kosovës, po mund të jetë
pikërisht në veriun e Kosovës, stakthisht ato 2-3 qytetet që i ka buzë kufirit, si e dim në veri të Kosovës, arsyeja kryesore është përqendrimi i gjithë spektrit ndërkombëtar apo botëror lidhje me këtë konflikte mundshëm atje. Kur e dim që brenda shtetit të Serbisë politika dhe ajo që është ndodhur me revolucionin e studentëve është jashtëzakonisht shumë i rrezikshëm për pozitën e Vučićit. Edhe një pyetje të fundit kam, vllai i madh, mund ta marrë Erdoganin dorë këtë aleancën që po krijohet në Ballkan? Unë atë jam shumë i rezervuar kur flasim për vllaun e madh dhe vllaut vogël. Ne me Turqin nuk jemi asnjë lloj vëllazër, po jemi aleat. Në të kaluarën ka qenë pushtues një lloj, sikur Serbia ka qenë edhe Turqia në trojet tona. Megjithatë, bindja ka ndryshuar komplet e funksionalitetit të aleatëve. Sot për sot, ne Erdogan dhe Turqinë kemi aleat, një për aleatëve më të mirë, që dini që Turqia edhe në ka dhuruar, po edhe në ka shitur jashtëzakonisht shumë teknologji ushtarake. Edhe natyrisht që Turqia sheh vendin e vet dhe sheh pozitën e vet ekonomike brenda vilajeteve ku ka pas atëherë në atë kohën e otomanëve. Edhe pse shpeshherë këto Erdogani nuk i don këto mendimet e njerëzve, analiza që po thëmë të drejtën, ata e kanë interesin e vetë, sepse ju e dini mirë që edhe pse janë në NATO, Turqia dhe Greqia kanë probleme me Ciprën jashtëzakonisht shumë të mëdha, që eventualisht mos ta lënë ndikimin e vet. Turqia do një pozitë të tregohet që është më e fuqishme, sepse një pjesë e vogël e Turqisë ndodhet edhe në Evropë. Zoti Çollaku, të falenderoj shumë për gjithë analizën e gjerë dhe të gjatë të detajuar dhe për informacionet që më dhat në këtë bisedë. Faleminderit shumë, respekte.